Hëna e plotë e shkurtit, në shenjën e Luanit shënon një periudhë zhvillimesh intensive dhe ndryshimesh të papritura, veçanërisht për 3 shenjat të zodiakut, të cilat do të ndjejnë energjinë e saj më të fuqishëm se kushdo tjetër. Ky hënë e plotë e veçantë e njohur tradicionalisht si hëna e borës shoqërohet me emocione të larta, realizime dhe fillime të reja. Edhe pse dimri është në kulmin e tij, peizazhi astrologjik tregon se diçka po ndryshon rrënjësisht, duke sjellë sqarime, vendime dhe përmbysje. Luani nuk je i panjohur me vëmendjen, kështu që hëna e plotë në shenjën tënde të jep ndjesinë një kthimi emocional në shtëpi. Kohët e fundit vëmendja jote është përqendruar shumë te njerëzit përreth teje dhe kjo është e vlefshme pasi miqtë dhe partnerët veprojnë si pasqyra të shpirtit, duke të ndihmuar ta shohësh veten më qartë. Megjithatë tani ëndrat dhe dëshirat e tua personale po zënë vend. Sfido çdo mendim të dytë që të mbetet dhe shndrojë ato në një forcë lëvizëse për një vetbesim autentik dhe të fortë. Akrepi, kur beson vërtet në veten tënde, u jep të tjerëve hapësirën të besojnë tek ty. Kjo hënë e plotë drejton sektorin tënd të karrierës duke të ftuar të nxjerrësh në pa gjithë punën e mbrëmshme që ke bërë. Njohja e talenteve të tua dhe miratimi një mënyre më autentike të udhëheqjes në punë është padyshim mënyra më e mirë përpara, sepse të luash në anë nuk do të bëjë gjë tjetër veçse të lërë të padukshëm dhe të paplotësuar. Ujori, ky është sezoni juaj dhe me kaq shumë planete që konvergjojnë në shenjën tuaj, evolucioni juaj personal është në gjendje për shpejtimi intensiv. Megjithatë, kjo hënë e plotë ndriçon sektorin tuaj të marrëdhënieve, duke ju ftuar të kërkoni përgjigje edhe përmes të tjerëve. Sa më autentik të jeni, aq më të pastra dhe të më të ndershme bëhen partneritetet dhe lidhjet tuaja. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.